Le, se sa qashtu pele valhasa. Me i lipëllot, as ti nuk do t'i shpëtës sfidës e emisionit tonë. Duhet ta imitash talin momentet këndshme edhe të pa këndshme. Pa i qito të pa këndshme më pëbaj. Le, se sa qashtu pele valhasa. Po ka dalë betar se qashtu, le se e tijone. Edhe heshtë, nervozohet edhe heshtë, tani s'flet një gjysore. A e bëjmë kështu? Le të buhet a Emili në këtë moment, në pjesën tonë ti bënë tali. Mil, drejtoj e talit. Pa qysh nervozoj tal. Jo, bretal, valloj nuk është që shpëthuti. Pasha, zoti nuk është. Jo, bretal, do të me morë qitë punë, me kry qitë punë, se ti s'pi lep, punë t'i len gjysë, Allah. S'kës let punë në gjysë. Po, talu nësu një lo punë të mija, kes vlobë jam. O, Mil. Falim shiku se tani falim shprej. Edhe nëllë ta një e gjysore, po vakia s'flet cigarëm qëtë pa ndërprej. Me folë. Ja, s'folë. A ti pjesën kur është i këndshëm? Pa dash kur i këndshëm e po më veç keshët, kështu që nuk zdia s'qush me emitua, dhe nëse Okej, se të emitua. edhe pse besom, shumë të rolla jenë ato rastet kur në raportin me zveti kemi qenë do shtat të tensionum ose nervoz. Shumë të rolla janë. Zakonisht kur e veti, kur është në qef, Emil qapa une, që të mos ta që talë kesh i gjyrosat të doja. Keni ma doja. Po, dhe më po full në pjesën Emilit kur është në disponim. E kur është nervoz, Mili? Kur është nervoz, kjo zakonisht e merë telefonin e qeli dhe qatë sportin e s'full heq. Ve sportin edhe mas një 20 nuk kur t'i kalen, tani e mshelë, thët, a që ka pote?